nuk dua t'ju mbaj gjatë, e hoqa fjalimin, e hoqa foltoren, jam këtu për të thënë disa fjalë, edhe dua ta nis me frymëzimin që më dha Dalia e Gramozit këtu, që më kujtoi një fjalë të legendarit Fate Velaj, i cili kur u bë deputet i Partisë Socialiste, mbas sa kohësh tha, ç'a misteri është ky, tha, me këtë njeri, tha, 35 vjet, tha, në maj, 35 vjet, tha, fytyrën e ngrysur. I thash unë, si e shpjegon ti, ky duhet jetë një profesion më vete, tha, se ne u meruam, tha, duke qeshur, tha, po nuk na ndjek njeri nga mbrapa si që ndjekin këtë, tha. Tani unë mendova që të shtoj edhe më shumë, se nuk është vetëm që është i ngrysur 35 vjet, po 35 vjet Facebook, jo. Instagram, jo. TikTok, jo e jo. Po, që kur ka dalë telefoni celular, asnjë SMS s'ka bërë akoma deri tani që flasim. I punon telefoni vetëm në marrje. SMS-ve. Tani, plus kësaj, 35 vjet, intervista në media ka dhënë 3.5, 3,5, në me thënë. Si shpjegohet kjo? Në fakt, kjo e ka shpjegimin tek telefoni, sepse askush nga ne nuk ka në telefon të gjitha kontaktet që ka Gramozi nga veriu në jug, nga ditët para themelimit, gjatë themelimit, mbas themelimit, dhe askush nga ne nuk e ka arritur dhe nuk e arrin dot atë që Gramozi ka bërë dhe vazhdon të bëjë dhe sot, që jo vetëm i përgjigjet çdo njeriu, jo me SMS, është kuadër i vjetër, thot mos lër gjurmë, po